Jo, ku e bazone, te fantazit e Maznikut që... Sondazhet në partinë e tij. Po mirë, pse nuk tregon Rama mesazhet që u çon drejtuesve të qarqeve, Fierë Vlorë, që isha me libër shtëpie, që sjeni kërkonde. Tash mos flas më shumë, se ti e di që unë di shumë. Edhe në vende të tjera. Jo, tregojeni, s'ka gjë. Jo, mos s'ka bën, ta tregoj Rama sa... Nëse janë mesazhe konfidenciale. Na tregoj, jo, me njëri tjetër. Do të është i paknaqur. Na tregoj Rama sa e ka rritur Erion Veliaj në Tiranë, arrestimi Erion Veliaj, sa e ka rritur Ramën. Po çfarë do botojnë Ramën këta? Tani po them diçka. Nuk guxon në Vlorë të hapësh bisedë për hipotekën dhe kadastrën, se të shajnë me libër shtëpie. Jo që i drejtoni di Rama, jo unë. Jo, më kot janë ndruar drejtorët çdo 2 muaj. Pse? Unë po e prodhoj të korrupsion masiv atje. Qa bëhet me fondet e zhëbrës? E dini qa është bërë? Qa bëhet me pujësjetësa? Qa bëhet me oshen? Qa bëhet me arsimin? Sa du të paguaj njëzit për i vënd punë? Pse nuk del klasik për to Rama? Pse nuk del të flasik për dështimet e premtimeve që nuk mbajti nga viti 2013 e këtej? Po se nuk ka një bilans pra, prandaj flet për pasaporte europiane? Pra, atëherë, ky është problemi. Rama... Ju për çfarë i flisni qytetarëve atje? Unë i flas për ato që kanë folur gjithmonë. Për nevojën për të pasur demokraci dhe jo stabilitet.